reagim të panevojshëm, të çuditshëm dhe të habitshëm të Ministrisë së Arsimit. E kanë votuar 15 antarë nga 18 të pranishëm me të drejtë vote. Tash llogaritni sa përqind. Nuk besoj që ata 15 antarë të gjithë janë antarë të Partisë Demokratike të Kosovës. Të lashët me partinë e bashkëshortit të Melizës, le të zgjedhin në rrugë politike, jo duke e dëmtuar institutin. Ministria e Arsimit po tenton ta marrë nën kontroll Institutin Albanologjik të Prishtinës. Së fundmi ka nisur një betejë publike me drejtuesit e këtij institucioni pas vendimit të Këshillit Drejtues për emërimin e ushtruesit të detyrës. Vendim ky që masht po e konteston edhe pse sipas statutit të këtij institucioni nuk i takon. Ne ju kemi thirrë juve në që të shpalosmi para jush shqetësimet tona dhe brengat tona lidhur me një reagim të panevojshëm, të çuditshëm dhe të habitshëm të Ministrisë së Arsimit në faqen e tyre në Facebook. Gjë që një komunikim të natyrshëm Ministria do të ishte dashur ta bëjë me ne në rrugë institucionale, në rrugë normale që i bëjnë institucionet, jo përmes rrjeteve sociale, Facebookut apo gjëra të tjera. Ne jemi institucionet të Republikës dhe ne komunikojmë në mënyrë institucionale. Nuk mund të zgjedhim çështjet me reagime në Facebook në bazë të legjislacionit të fuqi që e kemi. Ne kemi caktuar ushtruesin e detyrës duke i respektuar të gjitha dispozitat tona në fuqi. Ushtruesi i detyrës ka ardhur si propozim i Këshillit Shkencor, ashtu siç e thot statuti jon. Sepse statuti i Institutit Albanologjik thotë që ushtruesin e detyrës duhet ta propozoj Këshilli Shkencor, pastaj e meraton Këshilli Drejtues. E kemi pas propozimit të Këshillit Shkencor dhe votimit me shumicë të votave nga ana e anëtarëve të Këshillit Shkencor, që e përbëjnë punonësit shkencor të Institutit Albanologjik. Ku ishin 18 vota, prej tyre 15 ishin pro, 2 abstenime dhe 1 kundër, Këshilli Shkencor ka propozuar zonën Meliza Krasniqi si ushtruese të detyrës së drejtorit. Dhe ai propozim i ka shku Këshillit Drejtues. Siç e thot legjislacioni ynë në fuqi. Pastaj, në afate optimale, të përcaktuara qartë, unë si drejtar në detyrë dhe njëkohësisht edhe kryesuesi i Këshillit Drejtues, e kam thirrë mbledhjen e rregullt të Këshillit Drejtues, ku njëra nga pikat ka qenë shqyrtimi i propozimit të Këshillit Shkencor për caktimin e ushtruesit të detyrës. Sepse ne së pari e shqyrtojmë, pastaj kalojmë në procedurën e votimit. Nuk ka asgjë kontestuese. Kontestimi është veç në arsyet që ne nuk i dimë. Reagimit të çuditshëm të ministrisë i vjen era ndërhyrje edhe tërësisht ndërhyrje. Në bazë të kompetencave të mia si drejtues i Institutit Albanologjik dhe si kryesues në detyrë i Këshillit Drejtues, e kam thirrur një mbledhje që është mbajtur sot. Do të them mbledhjen e kam thirrur më herët sipas afateve optimale që i cakton legjislacioni në fuqi. 2 anëtarët e Këshillit Drejtues të propozuar nga Ministria nuk kanë marrë pjesë as mbledhjen e sotme. Dhe emailin që nuk marrin pjesë e dërgojnë 3 minuta më herët. E pashpjegueshme, e çuditshme, e habitshme. Nuk e di se cili është qëllimi i tyre. Kuorumi është i qartë. E tha kolegu Gzimaleu, për secilin që ka njohuri elementare në fushën e jurisprudencës, kuorumi i pesës është 3.
Kurumi i numrit 7 është 4. Adil Olluri dhe unë aso kohë kur sa isha ose kushdo që do të jetë nesër Meliza Krasniqi drejtoresh ushtruese të detyrës është antar i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote. Këshilli Drejtues i institutit ka 5 antar me drejtë vote dhe 2 sipas detyrës zyrtare. Pra, edhe kuorumi i 5-shës me 3 vota për është plotësuar, edhe kuorumi me 7 antar me 2 antar sipas detyrës zyrtare, pra numri 4 është i plotësuar në Zaspe. Jam shefi i degës dhe shef edhe i zonës Meliza. Meliza Krasniqi, përtej jetës private familjare, ajo është e kemi gjithë. Është nga ne gushti 2016 punuese shkencore e Institutit Albaniologjik. Njerë u lumtuese pavarë, pastaj është bashkëpunëtore shkencore dhe tash zvoni bashkëpunëtore lartë shkencore, dhe profesoreshe asociuar. Është titulli parafundit më i lartë në gradat akademike. Ajo ka botuar deri me tani 3 monografi shkencore dhe një përmbledhje me punime studimore. Njëra nga monografitë është përblyer me çmimin vjetor kombëtar. Ibrahim Rugova, që është zënësi vjet. Është përkthyese e mirë, drejtari ka përkryer disa libra në fushën e teorisë letare, ndër librat më të rëndësishëm. Dhe për njërin nga këta libra është përblyer me çmimin vjetor kombëtar. Meliza Krasniqi ka qenë sekretare e redaksisë Gjurmimeve Albaniologjike, për një mandat tash është redaktore e për të njëjtës revistë. Pra ajo është punëtore përkushtuar dhe puna e saj profesionale është në Institutit Albaniologjik pa asnjë ndërlidhje me politikën. Ajo nuk është e angazhuar politikisht. Dhe pse rastisht ka qelluar që tjetë gruaja e dikujt që tash është politikan, unë mendoj që mund të jetë një ndër shkaqet e ndërhyrjes politike të ministrisë. Po është ndërhyrje tërësisht e padrejtë, sepse mohohen drejtat themelore elementare të njerëzit. E nëse dolim fushën e emocioneve të natëve, ajo çështje i takon tash të sqaroj ministria, jo neve. Tjetra e kanë votuar 15 antar nga 18 të pranishëm me të drejtë vote. Tash llogarit në 100%. Nuk besoj që ata 15 antar të gjithë janë antar të Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk besoj as që të rëndësish në kjo punë. Po ajo është Meliza është kolege e mirë, bashkëpunëtore. Nuk është kolege që mani natë që krijon grupacione, prandaj edhe e kanë votuar. Dhe prandaj e ka votuar edhe Këshilli Drejtues dhe sot është ushtruese, është emëruar ushtruese e detyrës drejtoreshës së Institutit Albaniologjik. Vetëm ndoshta në përgjigje të pyetjeve, unë s'kam çka shtaj nga ajo që tha Gzimi, vetëm unë përmes kësaj konferencës i apeloj Ministrisë së Arsimit, zyrtarëve të lartë politik të Ministrisë së Arsimit që të lashet me partinë e bashkëshortit të Melizës, le të zgjedhin në rrugë politike, jo duke dëmtuar institutin. Për një mandat plot 4 vjeçor, Arbria Nagavcit nuk i ka interesuar asnjëherë rrethonat e punës në institut. Si pasojë këtij degradimi, këtij mos interesimi nga Ministria e Arsimit, tash do t'i shohim pamjet, do ta shihni gjendjen e vërtetë se në çfarë kushte kemi punuar dhe punojmë ne, ndërsa Ministrisë së Arsimit i intereson vetëm kush zgjedhet ushtrues detyrë ose kush zgjedhet drejtar.